Do jetë, unë mendoj që pavarësisht se çfarë thuhet, njoftimi i ambasadës amerikane duhet marrë seriozisht. Në Shqipëri, jo se ka në lidhje me atë deklaratën që ka grupet lidhura me Iranin që mund kryejnë sulme të tilla, nuk është se të paktën këto vjet e fundit nuk është se kemi parë të jenë të aktivizuar në kuptimin që të shkojnë deri tek organizimi i akteve. Po, a jemi më të ekspozuar se kemi edhe kampin? A jemi më të ekspozuar? Kjo e bën, prandaj Bodilja. Fakti që në Shqipëri është instaluar ajo që konsiderohet si opozita iraniane, e bën rrezikun shumë potencial për 1001 arsye. Qoftë për faktorë të tjerë të huaj që janë të interesuar për të goditur, për destabilizimin e Shqipërisë, qoftë për vetë aktor brenda një strukture që le të themi ka interes që Shqipëria të goditet dhe në këtë mënyrë goditja e Shqipërisë do të aktivizonte menjëherë nenin 5 dhe NATO do detyrohej të intervenonte menjëherë. Kështu që duhet parë në këtë kontekst. Ajo që bën përshtypje dhe që ne mund të diskutojmë, domethënë sepse për rreziqet potenciale në kuptimin e mundësisë akteve të ndryshme terroriste, duen ekspertë të sigurisë. Më lejo të lutem të përfshijë Dorandi dhe Ruelin, pastaj padyshim do diskutojmë edhe për masat që mund të merren në cilë mund të jetë reagimi institucioneve. Ruel, në kushtet kur paralajmërimi vjen nga ambasada amerikane, a duhet të kishte një paralajmërim të tillë nga qeveria shqiptare pikë së pari, pra duhet të ishte le të themi institucionet tona ta dispononin një informacion të tillë për ta shpërndarë më pas tek qytetarët dhe jo vetëm? Shiko, mendoj që institucionet tona e kanë disponuar atë informacion dhe padyshim që edhe shpërndarja e atij lajmi nga ambasada amerikane mendoj që është bërë ndoshta në koordinim dhe paraprak me institucionet tona. Më pas, nëse shtrohet pyetja duhet ta kishte shpërndar qeveria shqiptare përpara se ta shpërndante ambasada amerikane, patjetër që është një pyetje që duhet shtrohet, por nuk mendoj që bën ndonjë diferencë të madhe, sepse në momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendi me inteligjencën më superiore në botë, është padyshim aleati i madh shqiptar, një vend të cilin ne e besojmë për gjërat që thot për shkak të kapaciteteve që ka, sigurisht që nuk është se ka një rëndësi të madhe a e thot qeveria shqiptare, nuk e thot qeveria shqiptare, ka rëndësi apo merr masa qeveria shqiptare për të parandaluar sulme të mundshme nga spin-offet e Iranit, nga ato që quhen sleeper cells, pra qelizat të fjetra, qelizat terroriste të Iranit në Shqipëri. Dhe gjithashtu duhet të mbahet mend fakt dhe kontekstit, mos harrim kontekstin, sepse së pari një herë është vërtet që ne kemi këtë opozitën e Iranit këtu në Shqipëri dhe patjetër që është një debat për të bërë, a duhet ishte marrë opozitë apo jo, sepse sigurisht që parashtron një rrezik të drejtë për Shqipërinë, por nga ana tjetër Irani ka bërë 3 sulme kibernetike ndaj Shqipërisë, i fundit ndaj ligjvëndsve shqiptarë, sulmua dhe posta në fakt së fundmi, dhe nga ana tjetër patjetër që është një vend i cili ka tentuar të bëjë sulme terroriste në Shqipëri, pra antiterrori shqiptar ka parandaluar dhe më përpara sulme të cilat kanë ardhur si pasojë e veprimeve iraniane në Shqipëri, kështu që të themi që nuk ka qeliza terrori ose që nuk ka rrezik konkret për Shqipërinë, do ishte e pavërtet, jo vetëm sepse e ka thënë ambasada amerikane që ka një rrezik konkret, por dhe për faktin që ka prova konkrete në terren, qoftë sulme kibernetike, qoftë dhe përpjekjet e antiterrorit shqiptar dhe aksionet antiterrore shqiptar për të parandaluar sulme të planifikuara iraniane që ne i dim tani më. Dorand, si operon zakonisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raste të tilla? Pra kur bëjnë një paralajmërim të tilla, duhet marrë seriozisht, a duhet të trememi, a duhet të ketë një mobilizim le të themi të gjitha strukturave për të marrë masat parandaluese? Unë besoj se po, besoj se rreziku dhe në emisionin tuaj dhe shumë emisionet tjera unë kam thënë që Shqipëria është bërë tani më pjesë e kësaj nyjes pro-Izrael, siç e kemi thënë më parë dhe siç e thanë dhe parafolësit, në fillim fare me marrjen e grupit MEK, pra me marrjen e opozitës iraniane në Shqipëri, po jo vetëm. Duhet theksuar këtu se dhe vizitat e fundit të kryeministit Rama, vizita në dhjetor, në janar